Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Ka prej njerëzve që i marrin dikon tjetër për zotra, e adhurojnë dikon tjetër. Pi tham zotra për shkak se është dikush tjetër, nuk është Allahu Azza wa Jall. Edhe i dojnë ata qysh duhet Allahu, në të kuptimin pretendojnë se i dojnë qysh duhet Allahu. Walladhina amanu, ata që kanë besu në Allahun, ashaddu hubban lillah, e dojnë shumë Allahun Azza wa Jall. Po këtë arsye ata të cilët nuk e adhurojnë Allahun Azza wa Jall, kur nuk mund me kuptu prej ka na musliman këtë energji që jo 3 herë, po 30 herë në qofë se është nevojshme, e në qofë se ke mundësi, e bajmë këtë punë për Allahun Azza wa Jall. Edhe në fund nuk nanin të thanë sponsorët e emisionit tam janë, nuk nanin të thanë, për shkak se e bajmë për Allahun Azza wa Jall. Kjo është që se në kuptojnë njerëzit, këta jo që se në kuptojnë ti. Po krejt njerëzit s'po mujnë me kuptu prej ka musliman këtë energji. Kjo është borim i besimit në Allahun Azza wa Jall. E kjo është një energji që s'ka kush që i del përpara. Për ata na tutën neve muslimanve shumë, për shkak se këtë energji nuk ka që e nalë musliman. S'ka që e nalë, po këtë arsye na kanë ndro krejtë. Këtë neve musliman na tutën, për shkak se kjo energji Allah Azza wa Jall na një moft, ama këta s'ka që e nalë.